Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe listat e hapura e të mbyllura, këto çështje u trajtuan të njëjtën në mbrëmje në emisionin Fokus në drejtimin e gazetarit Ermal Sika. Të ftuar në studio ishin Hysni Shara, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Monika Hasani, kandidate për deputete, Ridvan Mersinaj, kandidat për deputet, si dhe Mario Meminaj, kandidat për deputet. Të ftuarit fillimisht bën një koment për listat zgjedhore të kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike, ndërsa theksuan se ato ishin ato që demokratët prisin. Sipas tyre janë vlerësuar kontributet, si dhe është marrë në konsiderat edhe fjala e primareve, si dhe vota e antarësisë, ku 2 kandidat të dalë nga ky proces në qarkun e Vlorës aktualisht janë në listën e mbyllur. Në këto lista, thanë të ftuarit, janë të përfshirë ekspertë ndër më të shuarit, si nga bota akademike, nga biznesi, nga institucionet e pavarura, si dhe shoqëri civile, e po ashtu edhe nga diaspora. Të ftuarit në Fokus theksuan se koalicioni për Shqipërinë Madhështore është koalicioni më i gjerë që ka patur ndonjëherë Shqipëria, me të cilin Partia Demokratike kërkon të rikthehet në pushtet pas 12 vitesh. Të ftuarit komentuan edhe listën e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Sipas tyre, lista e Partisë Socialiste nuk është as pak përfaqësuese, e po ashtu as pak cilësore në krahasim me listën e Partisë Demokratike, si dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Të ftuarit u ndalën po ashtu edhe tek programi i qeverisës, me të cilin synon të vinë në pushtet, si dhe vota e emigrantëve, të cilët e cilësuan si shumë të rëndësishme. Kandidatët për deputet të koalicionit opozitar në qarkun e Vlorës, Monika Hasani, Ridvan Mersinaj dhe Romario Meminaj, bën një prezantim të aktivitetit të tyre, por edhe se çfarë përfaqësojnë në aspektin personal dhe profesional. Fokus në televizionin 6+ i Vlora nga Ermal Sika rikthehet sërish të njëjtën e ardhshme në orën 20.